Analiza e profesorit amerikan Daniel Server, Serbia burimi kryesor i destabilizimit në Ballkan. Për Komitetin për Evropën dhe Komisionin për Punë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Shtetit Bashkuara, mbajti të martën një seancë dëgjimore me temën Pika e nxehtë, rrugat drejt stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Në një analizë publikuar në Peace Fair Net, profesori amerikan Daniel Server vlerësoi se donse rajoni ende nuk është pikë e nxehtë, ai shumë lehtë mund të kthehet në një të tillë. Sipas tij, problemi kryesor nuk është mungesa e stabilitetit, por mungesa e ndryshimit politik demokratik, pasi stabiliteti aktual mbahet përmes korrupsionit, tensioneve etnike dhe autokracisë. Gjatë seancës, dëshmitarët dhe anëtarët e Kongresit Amerikan u pajtuan se Serbia mbetet një prej faktorëve më të mëdhenj destabilizues në Ballkan për shkak të korrupsionit të përhapur, qeverisës gjithnjë më autokratike, lidhjeve të ngushta ushtarake tregtare me Kinën dhe marrëdhënieve të forta politike ekonomike me Rusinë. Server shtoi se përpjekjet e vitet të fundit për ta orientuar Serbinë drejt perëndimit kanë dështuar. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić nuk ka asnjë interes të frenojë korrupsionin, distancohet nga Moska dhe Pekini apo të garantojë më shumë liri mediatike. Duke folur për situatën në Kosovë, Server theksoi se vendi ka nevojë për më shumë sovranitet e jo më pak. Ai paremëroi se statusi i paqartë i Kosovës krijon hapësirë për ndikim rus dhe kinez, mbështetja e pakushtëzuar për Kosovën duhet të jetë prioritet, deklaroi ai.